nderuar teleshikues të Drita Televizion, do jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 23 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. (23 qershor). Ngjarje 1887. Krijohet Banff National Park i pari në Kanada. 1956. Gamal Abdel Nasser zgjedhet kryetari i Egjiptit. 1967. Konferenca Glassboro, presidenti amerikan Lyndon B. Johnson takohet me kryeministrin sovjetik Aleksej Kosygin në Glassboro të New Jersey, ku u mbajt një konferencë traditore për shqetësimet e dy superfuqive të luftës së ftohtë. 1968. 74 persona u vranë dhe 150 të tjerë u plagosën në stadiumin Stampede në drejtim të një dalje të mbyllur në stadiumin e Buenos Airesit. 1972. Presidenti amerikan Richard Nixon dhe shefi i kabinetit të tij i Shtëpisë së Bardhë, H.R. Haldeman, incizon gjatë bisedave të tyre ku përpiqen të përdorin cian për ndaljen e hetimeve të zhvilluara nga FBI-a pas dyshimeve për aferën Watergate, shkakit të cilës Nixon dha dorëheqjen. 1981. Një aeroplan i kompanisë India Air kishte humbur kontrollin mbi territorin ujor irlandez, duke lënë 329 pasagerë të vdekur. Aeroplani nuk kishte kaluar më shumë se 45 minuta fluturim pas ngritjes nga aeroporti londinez në momentin kur ka humbur kontaktin me radarët. 1990. Moldavia deklaroi pavarësinë. 1994. Republika e Afrikës së Jugut, pasi shfuqizon ligjet mbi apartheidin, ripranohet në mbledhjen e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Lindje 1936. Lindi Konstantinos Simitis, politikan grek. 1937. Lindi Marti Oivia Antisari, politikan finlandez. 1944. Lindi Dani Marsan, këngëtar kroat. 1960. Lindi Fadil Vokri, futbollist shqiptar. 1972. Lindi Zinedine Zidane, futbollist francez. Vdekje 1996. Vdiq Andreas Papandreou, politikan dhe ekonomist grek, premier i parë socialist dhe themeluesi i PASOK-ut. 1972. Vdiq Akaki Karava, aktor Gjorgjano Rus. 2014. Vdiq Ali Jasiqi, shkrimtar shqiptar. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Bekim Fehmiut, i cili ishte një aktor shqiptar me origjinë nga Kosova. Bekim Fehmiu ka lindur më 1 qershor të vitit 1936 në Beograd dhe ka vdekur më 15 qershor të vitit 2010. Ai ishte një aktor shqiptar nga Kosova i kinematografisë dhe teatrit jugosllav. Është aktori i parë nga Europa Lindore që luajti një rol në një film hollywoodian përgjatë luftës së ftohtë. Biografia: ai lindi në një familje gjakovare, i biri i Hoxh Ibrahim Fehmiut dhe Hedijes, pasi ati ishte internuar në kryeqendrën bosnjake nga autoritetet mbretërore jugoslave. Në vitin 1939, familja u zhvendos në Shkodër, ku kaluan 3 vite dhe pas bashkimit të një pjese në Kosovë me Shqipërinë e pushtuar nga Italia, u vendosën në Prizren. Fehmiu u bë i famshëm në filmin Mbledhësit e Kuplave në vitin 1966. Deri në atë kohë ai kishte studiuar dhe ishte bërë i njohur nga shumë shtëpi filmash në përbot. Ai është aktori i parë shqiptar i filmit dhe teatrit, i cili ka luajtur me sukses në filmat dhe skenat e gjithë hapësirës së ish Jugosllavisë. Ka qenë një nga personalitetet që ka lënë gjurmë në kinematografinë ballkanike, por mbi të gjitha ai është i madh për kontributin artistik në kinematografinë botërore. U martua me Branka Patrick dhe kishte 2 djem. Shqipërinë ka vizituar në vitin 1972
dhe nuk e ka fshirur kur mallin që kishte për të. Në të gjithë hapësirën ballkanike, është gati në përmasat e një miti. Njeriu nuk duhet të falsoj për gjithçka që i ndodh as baban, as vëllezërit, as fshinjën, as prindit, por vetëm veten. Njëra nga tragjeditë tona lidhet me atë që duke jetuar për shekuj së bashku, nuk kemi mësuar nga njëri tjetri, por dhe kur e kemi bërë këtë, kemi mësuar vetëm të keqen, shprehet ai. Për sa i përket vdekjes së tij, ajo vjon të mbetet enigmatike, pasi ka dy versione. E para është që mund të ketë vdekur për shkaqe natyrore, ndërsa e dyta është vetvrasja. Pasi fëmiu u gjeti vdekur në apartamentin e tij në Beograd më 15 qershor të vitit 2010. Sipas deklaratave të para, u njoftua se ai kishte kryer vetvrasje. Ministri i Brendshëm i Servisë, Ivica Dačić, tha se aktori u gjeti vdekur në apartamentin dhe revolja ishte regjistruar me emrin e tij. Në atë kohë ishte 74 vjeç. Aktrimi. Rolet e tij në Prova Esenciale, Odiseja, Aventurieri, Rruga, Vitet e nxehta, Dezertori përmenden si kryevepra. Nga filmat e para ka qenë Vitet e nxehta, Protesta, Eksadrionet e partizanëve, Të kuq dhe të sinj. Ai ka bashkëpunuar dhe me John Huston dhe mjaft aktorë të tjerë të famshëm. Gjithashtu ka interpretuar në gjuhën shqipe, serbe, maqedonase, turke, në gjuhën rome, në spanjolle, anglisht, frëngjisht dhe italian. Italisht. Bekim Fehmiu është një nga artistët më të mëdhenj shqiptar. Nga viti 1987, kur në mënyrë demonstrative braktisi shfaqe Madame Kolontin, ku luajti Leninin dhe Stalinin në teatrin Jugoslav të dramës, ai dha lamtumyrën aktivitetit artistik në Jugosllavi. Pas disa kohësh mori dhe vendimin për t'i dhënë fund karrierës dhe në aktivitetet artistike botërore. Pak kohë më parë në Jugosllavi është botuar libri me kujtime i Bekim Fehmiut, Shkëlqim dhe frikë, në të cilin përshkruhet periudha që nga lindja e tij deri në vitin 1955, kur u pranua në teatrin e dramës së Prishtinës. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të propolisit të bletës. Propolisi i bletës përmban mja vlera ushqyese. Ai është një antibiotik natyral i fuqishëm. Ekspertët kanë konfirmuar se përdorimi i propolisit ndihmon në shkatërimin e shumë baktereve përgjegjëse për një sër infeksionesh që trajtohen me vështirësi. Ata sugjerojnë që propolis të shfrytëzohet për përgatitjen e ilaçeve më të avancuara kundër mikrobeve që rezistojnë antibiotikëve natyral. Shëndeti dentar. Propolis është fantastik për përmirësimin e shëndetit të gojës, duke qenë se ai është antibiotik fuqishëm, pastron mishrat e dhëmbëve dhe vedhet ato nga akumulimi i baktereve të dëmshme. Imuniteti. Propolisi përmirëson rigjenerimin e qelizave dhe forcon sistemin imunitar, duke furnizuar atë me flavonoid. Nëse imuniteti është i dobët, njeriu është më i predispozuar të preket nga sëmundje serioze, siç është kanceri. Ul tensionin e gjakut. Konsumimi i propolisit ndihmon në uljen e tensionit të gjakut, por edhe në përmirësimin e shëndetit të zemrës. Ekspertët thonë se kjo substancë ndihmon në mbajtjen nën kontroll të tensionit të gjakut. Alergjitë. Një studim brazilian ka zbuluar se konsumimi i propolisit ka efekt në zbutjen e simptomave të alergjisë, duke penguar çlirimin e histaminës. Helmimi nga ushqimi. Ekspertët thonë se propolisi duhet përdorur në terapi tradicionale kundër infeksioneve, por edhe të helmimit nga ushqimi. Propolisi është efikas, siç e tham, pasi ka një nivel të lartë flavonoidësh. Shëndeti i lëkurës. Kleopatra Egjipti të lashtë ka qenë një prej përdoruesve më të famshme të propolisit, pasi përmirëson dhe zbut lëkurën, përshpejton rritjen e qelizave dhe zhbllokon poret. Propolis është efikas kundër psoriazës, por edhe ndaj ekzemës. Infeksionet e rrugëve të frymarrjes. Studimet tregojnë se kombinimi i propolisit me vitaminën C mund të parandalojë infeksionet e rrugëve të frymarrjes tek fëmijët. Tani juftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar.
Territori shqiptar për datën 23 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore gjatë orëve të pasdites priten vranësira të lehta kalimtare, por pa reshje, domethënse, paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zona të izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 21 deri në 35 gradë Celsius, Kukës 16 deri në 31 gradë Celsius, Peshkopi 16 deri në 30 gradë Celsius, Tiranë 19 deri në 35 gradë Celsius, Durrës 22 deri në 32 gradë Celsius, Kavaj 21 deri në 32 gradë Celsius, Elbasan 20 deri në 35 gradë Celsius, Berat 21 deri në 35 gradë Celsius, Korç 15 deri në 29 gradë Celsius, Vlorë 22 deri në 31 gradë Celsius, Gjirokastër 16 deri në 30 gradë Celsius, Sarandë 22 deri në 31 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 23 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në disa zona malore mund të ketë vranësira kalimtare, por pa reshje të rëndësishme. Paraditja do të ketë mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mot të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:51 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 13 deri në 30 gradë Celsius, Podujev 12 deri në 29 gradë Celsius, Skënderaj 13 deri në 30 gradë Celsius, Pej 13 deri në 30 gradë Celsius, Prishtinë 13 deri në 30 gradë Celsius, Gjakov 14 deri në 31 gradë Celsius, Malishev 14 deri në 31 gradë Celsius, Gjilan 13 deri në 30 gradë Celsius, Ferizaj 13 deri në 30 gradë Celsius, Kaçanik 12 deri në 29 gradë Celsius, Suharek 14 deri në 31 gradë Celsius, Prizren 14 deri në 31 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju të ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të